Shkaktori problemeve psikologjike. Individi, familja, shoqëria, pushteti. S'kemi mundësi mi nda parasysh se individi është produkt i shoqërisë, i politikave, i gjitha këto. Mirë po, shoqëria moderne që e ka lehtësu jetesën, ka mësu që me komuniku, për shembull, momentalisht jemi të komuniku vetëm unë e ti. Po. Mirë po, mund të na dëgjojnë, mund të na shikojnë me qindra, mia, me miliona njerëz. Mirë po, çdo civilizim, çdo modernizëm i ka dhe efektet anësore, sikurse shpeshherë çdo ilaç e ke pasur thotë i ka efektet anësore, Po. të cilat pa gjumësin, shtimin e peshës, e tjera. Kjo koha në cilën ne po jetojmë, njeriu në sheh objekt, si diçka që zaventësohet, si ky mikrofon. Po. Don me ardhë versioni i ri, e largon këtë vjetrin. Update. Po update, ose nuk është duke punu mirë, e ndron. Kështu që edhe njeriu është duke u pas si objekt. Jo si vlerë që e ka, se është krijesë e Zotit, që Zoti e ka kriju me dorën e tij, që Zoti i ka dhënë shpirtin, e ka frymëzu, që Zoti i ka urdhëruar banorët e qiellit që t'i bëjnë sejdë, që ka mision të jashtëzakonshëm, ka fuqi të jashtëzakonshme, i ka gjitha këto, domethënë njeriu është duke u pasur si diçka që ka vlerë varësisht se sa është shifra e tij që e ka në akont gjirollogarik. Dhe është kriza e institucioneve. Asnjë institucion momentalisht nuk është kredibil. Është rënu institucioni i arsimtarit, profesorit, nuk i ka matë respektin që i ka pas, institucioni i shkencës, i akademive, i këto. Dhe më thonë, njeriu është mbet pa model. Dhe çka jo është ofru? Jo është ofru teknologjia që me zaventësu jetën reale me jetën virtuale. Edhe që deri vonë, do më thonë, dhe 15 vjet, 20 vjet, çdo njeri minimum i ka pas 10 deri 20 shok. Për shembull, ke qenë i lirë, ke dashur me u taku me dikon, ke pas listën prej 10 vetëve me taku, me thirr për kafe, me bisedu. Ndërsa tash është vetëm një. Ndërsa kur e pyet sa frenca i ke, thotë kam 1000, 2000, 5000, 10000 e kështu me radhë. Po nuk janë reale. Kështu që jeta reale është bë e vështirë. E njerëzit që nuk po dojnë me jetu jetë reale, atë çka bën? Shkan aty edhe veç scroll. Para mendo, sot dikush brenda orës është në gjendje me pa femra ose mashkuj foto. Ma shumë se gjyshi i tij i cili ka jetu 80-90 vjet ka pa gjatë këtë jetës vet. Ne kemi stërngarkim. Edhe ai gjyshi kon stabil. Po, edhe kon stabil si që kishte. Po se ka jetu jetë reale, ka jetu jetë normale. Pra edhe njeriu, se shtojmë pesh tash. Sa i cili ka punu tokën, ka shku, ka ardhë, ndërsa tash zgjohesh për gjumit, shkon makinë, shkon një vend ku kime punu ullën. Pra i vetmi organ që ngarkohet është truni. Për këtë arsye vijnë tash çrregullimet psiqike. Se trupi një gjë ka të mirë. Trupi kur të lodhet e lëshon. Po. Skiçare pa ul me pushu. A truni shkon derisa ndodh diçka që quhet burnout, të vinë pastaj çrregullimet të lloj-llojshme. Që çdo njerëzit me punu, lojnë punën, ose i sheh shpesh në perëndim i ka shit gjitha, ka shku dikon maleve, ka shku në Himalaje, ka shku në them botës. Është një psikolog i njohur kanadez botror Gabor Mate, ku thot, ky lloj civilizimi është duke prodhu shoqëri edhe individ të sëmur. Ku vetëm vendet perëndimore, domethënë deri në 60% e kanë domethënë përdorin kësi barna, edhe ka një çrregullim, ka që i kanë 2, ka 3, 4, deri në 7, 8, i ka 3-14 vjet. Kështu që, do më thonë, njerëzimi është kogja në kriz. A në anën tjetër, zgjidhje nuk ka, opsione për shembull për dal prej kësaj krize nuk ka, për arsye se mendjet më brillante, a din ku punojnë
në Google, punojnë në Apple. Qëllimi cili është? Me marrë vëmendjen e tjetrit. Edhe e din, duhet me ta marrë vëmendjen brenda 15 sekondëve të parë. Secili m'ja marrë vëmendjen, edhe secili në një farë forme m'ja shpërla trun me ide, me mendime dhe gjithë. So që a kemi na, nëse do në me pas pare, bonu logoped, se në tardhmen, në 5 vite të ashme, 10 vite të ashme, asë një fëmi s'ka me ditë me folë shqip. Ç'kjo pse? Varsisht, për arsye se është duke mësu gjuhën jo prej prindve, jo prej rrethit, po prej YouTube-it. Nëse shikan rusisht, të mëson rusisht në gjuhën e parë, frangjisht, gjermanisht, anglisht. Edhe që në zonësat e klasës 2 edhe 3, për shembull, nuk i kuptojnë pyetjet e testit. Nëse u thënë anglisht, se ka problem, po shqip s'kupton, nuk din çka. Kriza është jashtëzakonisht reale. A di ku po do më dal, çka po do më. Jo, s'është problem. Veç jam të ngu knaqja të ngu, s'është problem.